Për herë të parë në shërbimin publik shëndetësor në vend të kryet terapia hormonale personave transgjinor, udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë përcakton kriteret mjekësore, procedurat kimike dhe monitorimin për terapinë hormonale, e cila do të ofrohet në QSUT dhe do të mbulohet nga fondet publike. Protokolli parashikon trajtim për të rriturit dhe për adoleshentët nga 16 vjeç, kur vlerësohet dhe nga mjekët se ka miratimin e familjes. Për shkak të mungesës së njohjes ligjore dhe të kujdesit të duhur shëndetësor, deri më tani kanë qenë të shumë të shqiptarët transgjinor, të cilët janë detyruar të marrin terapi hormonale jashtë vendit ose ndonjëherë edhe farmacit vendase në dorë, duke shtuar ndjeshëm kostot dhe rrezikun shëndetësor, duke qenë jashtë monitorimit të mjekut specialist. Por një urdhër i Ministrisë së Shëndetësisë, i miratuar më 28 prill dhe e firmosur nga zëvendës ministre Eugenia Tomini, synon të jap zgjidhje kësaj situate. Tashmë të gjitha ato persona që duan të ndryshojnë trupin përmes hormoneve, por t'ju përshtatet identitetit gjinor që jo detyrimisht përputhet me seksin biologjik, do të ketë të drejtë të marrë këtë trajtim në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Ministria e Shëndetësisë ka miratuar më herët për herë të parë. Ministria e Shëndetësisë ka miratuar për herë të parë një protokoll zyrtar për trajtimin hormonal të personave transgjinor, duke e futur këtë shërbim në sistemin publik shëndetësor në Shqipëri. Urdhri përcakton kriteret mjekësore, procedurat klinike dhe mënyrën e monitorimit të tranzicionit hormonal që do të kryhet në shërbim të endokrinologjisë në QSUT. Trajtimi do të jetë i aksesueshëm për burrat transgjinor që kalojnë nga vajzë në burr përmes hormonit të testosteronit, si dhe për gratë transgjinore që kalojnë nga burr në grua përmes estrogjenit dhe antiandrogjenëve. Si rregull, terapia mund të nisë nga mosha 16 vjeç, ndërsa në raste të veçanta, për vetëm me vlerësim të specializuar, mund të konsiderohet edhe nga mosha 14 vjeç. Sipas protokollit, terapia hormonale sjell ndryshime fizike graduale që zhvillohen përgjatë muajve dhe viteve të para të trajtimit. Tek burrat transgjinor mund të ndodhin trashja e zërit, rritja e çimeve dhe shtimi i masës muskulore, ndërsa tek gratë transgjinore mund të shfaqet zhvillimi i gjoksit, zbutja e lëkurës dhe reduktimi i çimeve trupore. Shumë prej këtyre ndryshimeve zhvillohen gradualisht gjatë 1 deri në 2 vite terapi. Përpara nisjes së trajtimit, pacientët duhet i nënshtrohen vlerësimeve mjekësore dhe psikosociale, analizave hormonale dhe ekzaminimeve laboratorike. Ato duhet gjithashtu të nënshkruajnë fletën e pëlqimit të informuar, ku pranojnë të jenë njohur me efektet të rreziqe dhe pasojat e mundshme afatgjata të terapisë, përfshirë ndikimin e fertilitetit. Protokolli paralajmëron edhe për rreziqe mjekësore që mund të shoqërojnë terapinë hormonale, si problemet kardiovaskulare, hipertensioni, çrregullimet metabolike dhe komplikacionet tromboembolike. Për këtë arsye, pacientët do të monitorohen periodikisht, sidomos gjatë vitit të parë të trajtimit. Sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, terapia hormonale do të mbulohet nga fondet publike përmes sigurimeve të detyrueshme shëndetësore.